Synimin për të drejtuar lidhjen demokratike pas rënies së mbështetjes për të në rreth 13% gjatë zgjedhjeve të 28 dhjetorit, e shprehu antari Florim Zeqa. Këta je bëri të ditur pasi në natën e zgjedhjeve u paralajmërua se së shpejti partia do ta mbajë mbledhjen e kuvendit. Ai thot se në këtë e ka shtyrë rezultati elektoral i partisë. Kjo që kam shprehur në publikisht është një sfidë tepër e madhe, e mundimshme, por jo e pamundur. Jam shtyr drejt këtij vendimi shkaku i katandisjes në vimësi të subjektit më të vjetër politik skenës parlamentare të Kosovës, po edhe i skenës politike në tërësinë trojtë shqiptare, pra i Lidhjes Demokratike, e cila derisa ishte gjallë i ndjeri, lideri historik Ibrahim Rugova, liderkeja ishte në rrugë të mbarë. Zeqa tha se synimin ua ka përcjell kryetarit Lumir Abdigjiku, strukturave drejtuese të LDK-s në Qandër dhe në Klinë prej nga e ka prejardhjen, por se shtoi që prej asnjërës nuk ka marrë përgjigje. Pas shpalosjes së rezultatit preliminar në natën e zgjedhjeve, Abdigjiku pati paralajmëruar mbledhje të kuvendit të partisë, por asnjë javë pas kësaj nuk është bërë lëvizje në këtë drejtim. Megjithëse që nuk mori mbështetje nga anëtarët e LDK-s, Zeqa, që thotë se është pjesë e LDK-s që nga themelimi dhe se për 30 vjet jeton në Itali, shpreson që kandidatura e tij do të përkrahet kurdo që të shpallën në zgjedhjet e brendshme. Mbetem me shpresën që do të bizotroj vetdia e delegatëve pjesëmarrës në kuvend dhe do ta marrin hapin e duhur dhe t'ju japim një herë mirë fund ndasive dhe përçarjeve, klaneve dhe grupeve të interesit që e kanë përcjell në vimësi LDK-n duke dëmtuar, duke damkosur deri në nivelin më të ulët që të mundshëm që e ka arrit tani. Në LDK nuk ju përgjigjen pyetjeve të kohës lidhur me pretendimin e Zeqës për drejtimin e partisë. Nën kryetarët Anton Çuni, Doar Sakica Xhelili, Gazmend Muhaxheri, Hikmete Bajrami e Lutfi Haziri nuk u përgjigjen gjatë të martës as në pyetjet rreth kandidaturave potenciale dhe përcaktimin e një date për kuvend. Statuti i LDK-s parashës se anëtarët e saj kanë të drejtë të zgjidhen dhe të jenë të zgjedhur në organet e LDK-s. Në dokument theksohet po ashtu se secila kandidaturë për kryetar duhet të miratohet me mbështetjen e 50% plus një delegati të pranishëm në kuvendin partijak.